atë ditë të triumfoj gjithmonë mbi pushtuesit, mbi diktatorët dhe diktaturat. Kësaj here, Shkodra do u jap leksionin më të merituar atyre që menduan se mund ta nëpërkëmbin. Zoti Berisha, Shkodra është bastion i përjetshëm i vlerave të konservatorizmit, i besimit tek Zoti, tek familja, tek atë. Pra, këto vlera nuk kanë vdekur dhe nuk vdesin kurrë. Dhe këto janë vlerat themelore të lirisë, këto janë vlerat themelore të konservatorizmit. Shkodra është një prej tyre. Berisha, zoti Ismaili ishte në SPAK, sot shkoi për gjykim. Një prej eksponentëve në ditën që ju përkujtoni ju Lufrillin. dëfton Partinë Demokratike në Shkodër? Na nderon. Zoti Ismaila na nderon. Dhe shpesh qytetarët të Shkodrës do marrin vesh. Se kush është ai që i qeveris aty? Se përfaqëson bashkiaku i Dobraçit. Do ta mësojnë shumë shpejt. Ju jap fjalën, do ta qytetarët e Shkodrës do mësojnë shumë shpejt. Se përfaqëson Beci Dobraçit. A keni ju zoti Berisha një dosje për Benet Becin? Kurse Baria shkon në SPAK dhe ka zbatuar ligjin, ka mbrojtur kodin e një zyrtari i cili nuk mund të pranoj delinkuent në administratë. Pra, ai proces na bën nder të gjithëve ne, dhe i bën nder Shkodrës dhe çdo qytetari. A është e vërtetë që keni një dosje për Benet Becin që do ta publikoni? Tani e vërteta është që ka një dosje të merësisht të ramë për Benet Becin, me të cilin e man peng Edi Rama. Por ne jemi kundër politikës pengjeve.